Në malsinë e Kurbinit e rreshet dendra shkatëruan disa ura, dëmtuan rrugën, krijuan probleme të theksuar lëvizjen e banorëve, pas disa ditë që mbeti e bllokuar me ndërhyrjen me mjet të rënda nga Bashkia e Kurbinit në rehabilitimin e dëmeve të shkaktuar nga rresht e shiut të një muaji më parë. Kjo rrugë është tërësisht aksisueshme, mjetet e rënda të bashkisë janë vendosur kubik betoni në pjesë të gërryve të rrugës, mbushje me njerëz me një gjatësi për 1 kilometër, duke mbyllur të gjitha rrugët dëmtuara. Sipas drejtuesit të punimeve në Bashkinë e Kurbinit, Sami Kulla, gjithë volumi i punës së kryer ka rezultuar me shkallë të lartë vështirësie nga terreni malor. Pas stuhisë që era sigudo edhe këtu në zonën e Gallatës, u kriju një moment dhe një situatë vështirë, veçanërisht për sa i përket infrastrukturës rrugore. Saqë arriti që të bllokojë dhe fshatrat të izolojë njërin nga tjetri. Megjithatë, pas stuhisë, me nismën që mori bashkia, me organizimin dhe veprimtarinë e punëve të saj, arriti që të sjellë edhe grupin e punës që punon me ujrat, dhe duke sjellë materiale të tjera, bloqe betoni, punëtorët, specialistët, makineritë të gjitha, siç i shikohet edhe vetë terreni, që sot ka krijuar një situatë tjetër, punëtorët gjithë një po punojnë për ta përballuar sa me sukses dhe sa më shpejt në mënyrë që zona të ketë aktivitetin e saj të mos jetë bllokuar edhe nga shirat e tjerë stuhit që mund vinë. Si shifet edhe vetë, me gjithë materialin dhe punën dhe makineritë që po punojnë, situata është mjaft e mirë dhe shpresojmë që së shpejti do të përfundojë me sukses. Kështu puna e kryer ka shërbyer në lëvizjen e lirë të banorëve të zonës.